Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe dua si fillim t'ju uroj një vit të mbar. Kjo është video e parë për 2026-ën, kështu që dua t'ju uroj shëndet, lumturi edhe çdo gjë tjetër që do zemra juaj, dashuri mbase një fëmijë, udhëtime, lek, çfarë të doni. Të gjitha shpresoj t'ju realizojnë 2026-ën. Po fillojmë programin, avash do fillojmë me vlogjet. Nuk kanë ndryshuar shumë gjëra nga momenti që ju lash në 2025. Unë vazhdoj të kem nervin shiatik. Aha! Dhe realisht shpresoj që 2026-ën të kem shëndet, nuk kërkoj asgjë tjetër. Nuk dua të marr me asnjë lloj influencë. Po ti jetë mundur kaq, kërkoj e uroj vetëm kaq. Si i kaluam në festat, si u tha se ishim smurur një rum, pastaj Klajdi, edhe kam edhe këtë problemin, nuk e si parandjeva me vërteta është. Kishim dëshirë të shkonim edhe nga Albiona e nga Gesti, por përsëri se kisha këtë nervin. Tash e di çfarë, lere më mirë jo tani në këtë moment. Kryesisht kemi ndentur në divan edhe kemi parë Stranger Things. Kemi parë 3 sezonet e fundit të Stranger Things. Unë kisha parë, po Klajdi nuk e kishte parë. Obviously kemi dalë në qytet, të pim çokoladë ngrohtë, të pim kafe, të hajmë diçka, por kaq. Dhe e dini çfarë, that's okay, that's fine, sepse realisht u shlodhëm, edhe kishim nevojë të dy të shlodheshim. Dhe tani që Klajdi do filloj prapë me punën, të paktën do jetë i karikuar, do ketë bateri. Plus që episodin e parë të vlogeve të 2026-s do filloj me një bashkëpunim shumë të bukur, kështu që ju lej me Angelën e bashkëpunimit. Atëherë, te goals e 2026-s kam futur edhe bërjen e kafes profesionale. E dini addiction që kam me kafen, plus më kanë dalë gjatë gjithë 2025-s ato videot në TikTok që bëjnë kafe në mënyrë shumë estetike dhe shumë profesionale njerëzit. Jam fiksuar, i kam parë të gjitha, edhe më kontaktovi kjo marka Meraki. E më thanë të më dërgojnë një makinë kafeje, pash profilin e tyre, pash website-in, edhe kanë makina kafeje profesionale, kështu që sot është dita e parë që do e provoj bashkë me juve. T'ju them të vërtetën kam pak frikë se nuk e kam bërë asnjëherë këtë si procedurë. Është diçka e re për mua, edhe shpresoj crossing fingers se do ja dalë. Edhe pse është profesionale, është menduar për përdorim shtëpiak. Ka pom profesionale, fiksi ato që përdoren për baret, kështu që presioni është gjithmonë i qëndrueshëm edhe kafja do dalë super e mirë. Këtu ka edhe pjesën e grinderit, kështu që ne do marrim kokrat tona të kafes. Nuk ke nevojë për një grinder që e blen vetë se makinës të kafes, i ke të gjitha një. Këtu kemi edhe touch screenin, unë e kam gja lidhur me Wi-Fi, edhe do fillojmë me grinder, do me thënë bluajtjen e kafes. Te 18-a, grinder. Ja si duket dhe kafeja i blyer. Dhe tani do shkojmë këtu te Bru, e cila do nxjerr kafen ton. Kafja ka 2 bojlera të ndarë, kështu që ti mund të bësh edhe kafen, por edhe shkumën e qumshit në të njëjtën kohë. Si përfundim ishte shumë kollaj se sa e mendoja unë te trurim. Kafja duket yll dhe është e para që po bëj. Duke përdorur edukaja marrëdorën akoma më shumë, asgjë nuk perfeksionohet me provën e parë. Edhe nga pamja, makina shumë elegante, është e bërë me metal, ka linja të pastra, dizajni është minimalist, nuk duket si një pajisje, domethënë e rend kuzhine, por si diçka që shkon stilit të shtëpisë. Unë do ju lë te description box edhe linkun e produktit, edhe çdo informacion tjetër që ju duhet. Po jeni edhe juve coffee lover si unë, edhe doni të pini kafe me kualitet të lartë në shtëpinë tuaj, atëherë duhet të jeni se s'bën një sy Merakit. Ndërkohë fjala Meraki është fjalë greke. Emën akoma nuk e kemi hequr dekorimet e Krishtlindjeve. Si e shikoni, janë të gjitha këtu. Edhe duhet bërë ky muhabet. Duhet i heqëm se vetë ato nuk paketojnë të shkojnë lart te papafingoja. Kla, shife, kla. Ciao. Ka dole ti cenkuleto. Ka dole ti cenkuleto. Këtu si e shikoni ka ngrirë gjithë vendi. Këtu jemi në atë periudhën që zgjohemi edhe janë -gradë, në drekë janë -gradë, në darkë janë -gradë. Buri im u kthye dje në darkë nga Spanja, se kishte vajtur që të bëj mitinget e punës e njërën e tjetër. Ktheve vëndja, shtëpia rritet në 12 të darkës njërë. U vonu avionin nga Tirana. A po, më tha Klajdi ishte vonuar avionin nga Tirana, kështu që ju vonu edhe Klajdit pastaj që të vi kënde. Është pak klasike aeroportit ton kjo si situatë. Çfarë ishte, Wizz Air ishte? Po, Ryan. Aty janë. Unë këto ditë që iku Klajdi, futa pak mirë punëve të shtëpisë sepse periudhën Krishtlindje vit i ri, javara pak, u futa edhe unë në mund pushimesh përveç që isha i smur. Dihet që datën 31 pastrova më mirë sepse duhet në datën 1 që hyn viti të na gjej të pastër. Por nuk i bëj më me punët si dikur që laja me ku e di una perdhe me
tavane me njërën me tjetër, bëra një pastrim të mirë të thellë. Kështu që këto 2 ditë bëra lavatriçe njërën tjetrën, edhe pse lavatriçja më trembi pak, sepse më duket kishte ngrirë ujti me tubi, nga ftohta e madhe që bën, edhe ju e dini që unë lavatriçe nuk e kam brenda në shtëpi, kam jashtë shtëpisë. Edhe kemi vënë kartonxhes, edhe jemi munduar ta mbulojmë tubin te pjesa që del nga kartonxhesi derisa futet te shtëpia e drurit. Po prap. Duhet t'i blejmë një ashtu plastike të re, se është prishur ajo plastike e vjetër që kishte. Mami më tha veri një guvert të vjetër edhe plasmas. Ashtu bënim neve dikur thënë në fshat. And yes, that's life lately, guys. Erdhëm te fruta verdura, te fruta perime. Sepse këto kohë kemi ngrënë shumë keq, po kur ju them shumë keq, nuk e keni idenë, vetëm budallalliqe. Edhe tani duhet të rifutemi programit normal, atit që kemi vitet e fundit, e dini hajm po të njëjtat ushqime, por nuk ka problem sepse ushqimet që hajm janë të shëndetshme dhe kjo ka rëndësi. Diku pash që të duhen 21 ditë për të bërë pjesë të rutinës tënde një aksion. Kështu që po për 21 ditë hëngre healthy, atëherë do bëhet pjesë e rutinës tënde e të hëngurit healthy. Nuk janë kush e di sa shumë ditë po ta mendoni. 21 ditë janë asgjë. Nuk e di po e pat, por ndryshovi edhe piramida alimentare. E dini që kemi një piramidë që të tregon ushqimet nga më e mira për të konsumuar te më pak e mira, jo që është e keq, po është më pak e mira. Tani këtë tabelën e kanë rrotulluar krejt. Domethënë ajo që ishte më e mira për të konsumuar ka vajtur poshtë fare te më pak e mira për të konsumuar, edhe ajo që ishte më pak e mira ka vajtur në fillim, sepse te më pak e mirat ishin mishi ose vaj ose gjalpi ose gjërat me laktozë. Edhe tani dolën e thanë që kanë bërë studime, këto studime tregojnë që është më mirë të konsumojmë ato, e të marrim djamrat, le të themi natyrale ose lipara, nuk e di si quhet. Ato gjërat natyrale që kanë këto ushqime, se sa të konsumojmë ato që ishin te numri 1, sepse ato janë më të procesuara sot si ushqime. E në përgjithësi, do të hajmë shumë proteina. Që në parë këtë bënim, po nejse. Më bëri përshtypje që mbas gjithë këtyre viteve që konsumojmë ato ose që ato kishim si standarde, tani tham, haha, është e kundërta fare. Jo pak, fare. U kthevëm, por më përpara kalova xhiron në të përdorurat, e dini fiksimin tim me të përdorura. Edhe tani më dalën shumë video në TikTok me goca që shkojnë edhe bëjnë thrifting. E dini si punon algoritmi, po pe diçka pastaj të nxjerr gjatë gjithkohës këtë. Dhe është bërë shumë mainstream në përgjithësi me sa shoh thrifting. Shkon shumë në modë. Kam filluar po shoh në të përdorurat edhe njerëz ndryshe tani, më të rinj, goca që kanë stil, kështu vintage, që vishën shumë bukur, edhe çuna kënde ande. Edhe dua si vjet i gjel, gjëra për shtëpinë kryesisht. Mendoj që nga ana Europave e pucve kam thënë se gjetur të gjitha ato që do desha. Kam akoma disa te lista ime, por po pres edhe shpresoj që t'i gjej një ditë. Dhe shikoni këtu çfarë gjeta. Çfarë bukurie është kjo. Filloj me këtë kornizën. Gjithë punimi këtu është dru, i lyer me gold. Shkon tepër edhe me pasyrën që kemi këtu në hyrje. Edhe këtu ka një pikturë të Venecias, edhe ka këtë stilin që është shumë i imi. Dua ta vëmë diku këtu te hyrja, kisha kohë që po kërkoj për një kornizë për te hyrja. Do desha idealisht ishte më e madhe akoma, but that's fine. Por kjo do vihet diku këtu te hyrja, që të duket pak më e mbushur, vendi, dhoma, edhe t'i japëm një diçka, një piece of art. Sa e kam bler? Sa mendoni që mund ta kem bler? 3 euro. Pash edhe të tjera, por ato i kishin nga 70, 80, 120. Të pse kanë me 3? Nuk e kuptova, por e mora direkt. Kishte edhe një tjetër, po me këtë kornizë, po ishte kështu. Edhe nuk do shkon të dyja bashkë të vena, njëra kështu e tjetra kështu. Prandaj mora vetëm këtë. Dhe pastaj po kërkoj gjëra të bukura që të vete ajo komodina që blevëm edhe e vurëm te dhoma i xhumit. Dhe në përgjithësi ka dalë shumë në modë ngjyra silver. Edhe në gota po i keni vënë re, edhe në aksesore. Por unë te dhoma kam kryesisht gold. Shkoj sot edhe gjej këtë që ka edhe silver, por edhe gold. Është e re, e papërdorur fare. Është gjermane me sa shoh këtu, është silver plated. Edhe thash, do duket shumë bukur te komodina ime, me që i ka të dyja këto ngjyrat, ta ve kështu, të jenë edhe gjithë gjërat e tjera që do ve. Sì, ciao, buona giornata. Zakon shijat lekët e dritave të shkallës se i paguajmë ne pastaj na japën. E po thosha po, ta ve këtë kështu edhe do vi brenda, nuk e di. Ose bijou, ose mund të ve parfumka të vogla si koleksione të duket të bukura, mund të vem kollare, nuk e di. Dhe mora edhe këto libra që gjaj kam, janë këto librat këtu, por kanë ngjyra shumë neutrale dhe më pëlqejnë. Do i vendos disi kështu. Edhe mund të ve edhe këtë si për librave. Po bie telefoni im. Sot telefoni im po pëlqej në përgjithësi. Më kanë marrë të gjithë.
nuk e di çfarë ka ndodhur. Po, nga Franca, Spanja këto. Dhe gjëja e fundit që gjeta, casually, gjithmonë kërkoj për orat, se më pëlqejnë orat vintage. Por nuk para gjej. Kam parë që në Francë ekziston një thrift market ku është një banko plot vetëm me ora, edhe janë njëra më e bukur se tjetra. Por sot casually gjeta këtë. E përdorur është se ka shenja sipër, ka edhe certifikat garancie, ripi është lëkur, edhe duket disi kështu. Që më pëlqen tepër edhe nuk kam një orë me rip të zi. Nuk e di se sa do e përdor, por e mora 5 euro. Kështu që edhe mos e përdor, nuk ndodhi gjë. Këto ishin thrift findet e ditës time. Tani mundem të ndrojmë që ja u tregova se harrova të hiq pall. Oj lushka ime, ç'pas ka arritur nona. Nuk ju tregova thrift findin e burrit tim që ma blevi si dhuratë për Krishtlindje, vit e ri. Arriti dhurata ime. Desh një çantë. Burri vazhdon të mbështet sëmundjen time për çantat. Më blevi këtë këtu, që është e gjitha lëkur, është Prada, ka këtu edhe shenjën klasike të Pradas, edhe është yll, sepse është e madhe, nxeh çdo gjë, edhe shkon me çdo outfit të mundshëm. As nuk e dija që ekzistonte kjo si model. Modeli i ri i Pradas që ka dalë shumë në mod tani, ngjan në formë me këtë, është ndryshe po ngjan si kjo. Edhe ai modeli e gjen edhe të përdorur te 2000 euro, 1600 euro. Nuk e di fiksa e mori klati, po më tha ishte më pak se 500. Kështu që e ka gjetur yll si çmim besoj. It's my new favorite baby. Plus që nuk ishte defekte, nuk ishte asnjë problematik. I love it. Tani gjitha kjo pjesa është bosh, se si ju thash, dua të gjej gjëra më partikolare të ve. E dua atë skulpturën. Edhe shikoni sa bukur që shkon kjo me ngjyrat e mobiljes, duket shumë bukur. Edhe pse silver ato goldet lidhen shumë bukur me këtë pjesën këtu që e kap edhe e tërheq sirtarin. Dhe nuk ju tregova që ngjitur me pemën, kemi një zog në shtëpinë tonë. Ky është një papagalli vogël. Është një kokorita. Kështu quhet raca e këtij papagallit. Nuk e shijoni papagalli, është i kushuririt të Clyde-it, ikën në Shqipëri, kështu që po e mbajmë neve këto ditë. Edhe që kur e kemi marrë kam Clyde-in që më thotë dua të blej 2 papagall. Dhe nuk na mjafton deri që kemi përçej në shtëpi, na duhen 2 papagall tani në këtë shtëpi. Një nga gjërat që unë dua te Clyde është dashuria që ka për kafshë. Është i tërbuar me kafshët, është i çmen. Edhe morëm papagallin që thoni, na ka frikë, nuk na njeh, ka ndryshuar edhe ambient tani. Kënde ande ja te Clyde natën e parë që morëm, ta marrim në dhomë të flerë me ne. I thosha burr, po egzagjero. Jo pa zhynaf të flerë ande vetë edhe ai. Të paktën këtu ndjet që ka prezencën e njerëzve të tjerë do flej me reha. Nuk besoj që ka nevojë të flej me ne në dhomë. O burr. Për Gleda. Po marr edhe këtë vazon e vogël që kam nga Ikea. Dhe kam këtu ca lule falco. Po I heq pjesën e poshtme dhe I vendos këtu që t'i vëmë edhe këto te komodina. Nuk më pëlqejnë në përgjithësi lulet falco, preferoj ato, nuk dua burr grac. Për vete I kishe. Morëm kiwi, këto kiwit që janë verdha, quhen, jeshil, verdha. Edhe janë të embla. Nuk më pëlqejnë lulet falco, po këto janë të lezetshme. I kinda like them. Aha, që ta provosh. Është e thartë dhe ëmbël bashkë. E ëmbël fart. Po ëmbël vofullar. Volare. Po, hengre pata negra në Spanjë. Po. Mirishte pata negra në Spanjë. Po. Nuk dua. Ha e dresh. Nuk dua. Po e hangra kështu. Kush të kujtoj? Asnjëri. Me babin time ka njerëz. Ti të falenderoj Zotin për vjerin që ke. Sa e mira është. Wow. Ne shpife, na hape barku. Preja na hape barkun, akoma nuk e di nga ka dalë. Nuk e di kush gjiniu se ka menduar. Shikoni sa bukur që po merr formë tani që po transformohet e gjitha kjo pjesa. Kemi akoma këtë. Këtu sigur dua të marr një ambazhur të vogël lamp, nuk jam e sigurt si quhet, gold. Pastaj diçka tjetër aty. Por shikoni sa bukur që duket, edhe të gjitha që janë këtu sipër janë thriftit, përveç seluleve. Këtu duhet të printoj një fotografi, por edhe këtë ka marrë në të përdorurat si kornizë, edhe skulpturën e ka marrë në të përdorurat, edhe librat, edhe këtë kisha marrë në të përdorurat, shumë e bukur kjo. Dhe po dela vashavash shumë bukur mendoj. Kam shumë ditë që dua të laj edhe këto, beauty sponge-at edhe këto, që janë bërë të qelbura, edhe bëj procrastinating si gjithmonë. Them të bëj nesër, pas nesër, bëj pas nesër, akoma më vonë, edhe nuk e bëj asnjëherë. Po I hedh vaj se fillim. Ky është fillimi I procedurës, është shumë kollaj, ja u kam treguar, pastaj do I hedhëm ilaç qenesh edhe ujë të ngrohtë, shumë të ngrohtë. Do I lejm aty derisa të ftofet uji, pastaj do I lajm normalisht. Njëherë do rrim këtu. Këtu. Paktën kështu e kam atje shohin dhe di që do I bëj. Për ndryshe, you can do it. Lëkura ime që thoni ka pësuar breakdownin më të madh që kam pësuar vitet e fundit. Nuk bëj mend kur ka qenë hera e fundit që kam parë veten në këtë lloj gjendje, edhe nuk kam ndruar produktet e mia të skincare. Rutina është po e njëjta. Gjërat që kam ndruar janë 2, nuk shkoj në palestër. Dje faktikisht që ishte premte fillova palestrën, ishte dita e parë që vajta, edhe pas u vështirësova tepër, nuk mundem të bëj me gjërat që bëj absolutisht jo. Por duke qenë që nuk e di kur do më kaloj ky problemi me nervin sciatik, thash po filloj e do bëj aq se mundem të bëj. Edhe
doktori që nuk ishte doktoresha ime, po një doktor tjetër substitutiv kësaj doktoreshës time, më tha që vazhdo palestrën, pa bërë peshë. Edhe po thosha palestra që nuk po shkoj, edhe që 25 ditët të muajit dhjetor ka marrë ilaçe të ndryshme. Supozoj që diçka nga këto është që ka bërë lëkurën time kështu. Juve tani shikoni këtë anën time. Unë nuk mundem të më shoh në pasqyrë, por po të kthejmë kënde. Situata është realisht tragjike. Shpresoj tani që nuk po marr ilaçe, do filloj palestrën, e njërën e tjetrën të kthehemi në normalitet, se kish haruar si është ndjesia e të paturit akne. Por gjithmonë ka pas patur një tek pull këndyra ande, sidomos para cikli, por jo që të bëjt lëkura ime kaq keq. Edhe janë të gjitha nga ato puçrat që dhembën, të përvëllojnë. Ose trupi im po më komunikon që nuk jam mirë, ose truri im po ma komunikon këtë gjë. Nuk jam shumë e sigurt. Do bëjmë për dark, sepse ka rritur orari darkës, kuskus me mish pule dhe me verdura. Dhe e dini çfarë desha të diskutoj diçka, se bëra një as, Krisin tani të mundojmë ta sqaroj mirë. E më pyeti një gocë, preferon growth apo comfort zone? Growth është rritja, evolucioni të bësh si njeri, apo të rish në comfort zonin tënde dhe mos bësh evolucion. E i thashë përgjigje është rritja, por besoj edhe ju e dini dhe e kam diskutuar edhe herë të tjera, unë jam njeri comfort zone, shumë, jam tepër. Dhe po shikoja podcaste të njerëzve që flisnin për spektrin autizëm. Nuk kisha tepër informacion mbi këtë gjë. Edhe duke parë më shumë video, më shumë TikTok-e, hyra fola me ChatGPT-n, lexova një dy researches, gjeta shumë veten e disa pjesë të spektrit. U përgjigja te kjo. Asku e thash që rritja patjetër, por e kam shumë të vështirë dhe dalje nga komfort zoni dhe thash që kam zbuluar në moshën 30 vjeç që mbase jam te spektri autizmit edhe prandaj e kam kaq të vështirë daljen nga komfort zoni. Duke qenë që jam te ajo faza që po kërkoj njërin tjetrin, dua të diagnostikohem sepse nuk dua të bëj autodiagnostikim vetes për gjërat që kam që mbase nuk i kam, se mbase edhe nuk është ajo, është diçka tjetër. E thash ta ndaj edhe me ju, me që jam te ajo faza e researchit tim. Edhe më shkreti një gocë në komente tipit që Angela Lenam edhe dhjeve fare muhabetin tani me këtë që the, edhe pse i thua këto gjërat për vete pa diagnostikim, pse turp edhe njërin e tjetër. Dhe dini çfarë? Mua si njeri më mërzit tepër që nuk kemi një fare empati si njerëz, si popull, edhe dy që nuk kemi fare informacion për shëndetin mendor. Fare. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë njerëz se dalën e flasin për shëndetin mendor. Shëndeti mendor nuk është vetëm të jesh te spektri autizmit, mund të jetë ADHD, mund të jetë OCD, mund të jetë depresioni, mund të jetë postpartum. Kam parë shumë goca të reja që flasin për postpartumin, por nuk kam parë televizorin të merret kaq shumë me këto pjesë. Tani kjo nuk do të thënë që s'ka folur asnjëri, po të kem folur 10 ose 20 njerëz nuk janë shumë. Kështu që njerëzit nuk kanë informacion mbi asgjë. Edhe të dal dikush të flas për këto gjëra, në vend që ta dëgjojmë, të mundohemi të kuptojmë, të hapëm horizontin ton, të mësojmë diçka të re, që të mundemi nesër pas nesër po takuam një njeri që është e spektër ose ka ADHD, ose ka kriza paniku, ose kriza ankthi, të dim si të sillemi me atë njeri. Mund të jetë shok, mund të jetë koleg, mund të jetë fëmia jo nesër pas nesër, nuk i dihet jetës. Në vend që të mundohemi të kuptojmë dhe të mësojmë, paragjykojmë. E i themi tjetrit, ik celenon se thua që jetë spektri autizmit. Ndërkohë që ti je te spektri autizmit, po mundojmë ta sqaroj shumë kollaj. Do të thënë që truri jot ka disa funksione ndryshe nga truri neurotipik i një njeriu normal, në thonjza apo edhe normal. Ka pafund llojshmëri gjërash. Dikujt mund t'i japën shumë bezdi zhurma, dikush mund të ketë vështirësi në komunikim, dikush mund të fiksohet tepër me diçka që i pëlqen, edhe truri vet punon gjithkohon për atë gjën, për shemb. Do, nuk do të thënë që ti je i paft, po je te spektri, ose që ti nuk mundesh të komunikosh, sepse e kemi lidhur autizmin me sëmundje ose me diçka të keqe. E kemi lidhur që njerëzit që kanë autizëm janë të paft. Nuk e dim që spektri ka shumë llojshmëri njerëzit, edhe situatë. Akoma edhe Elon Musk, që është njëri nga njerëzit më të pasur në botë, është te spektri autizmit, e ka thënë vetë. Unë e gjej veten aty si ju tha, sepse jam njeri që më pëlqen shumë komfort zone, kam shumë të vështirë të dal nga komfort zone. Edhe kam vënë re që jam njeri i cili ka rutina. Edhe i pëlqen shumë rutina. Mua më ngrihen nervat, më bezdis kur dal nga rutina ime. Unë si njeri mundem ta ha të njëjtin ushqim me vite të tëra mos më mërzitet. Edhe këto shtyn te spektri, tregojnë që mund edhe të jem te spektri. Por nuk do të thënë që unë lash nam po të jem te spektri. Edhe desha ta them e ta flas sepse mendoj që duhet të flas për shëndetin mendor. Edhe do lumturohesha tepër po dikush duke parë videot e mia do edukoheshe te kjo pjesa. Sepse gjithë këto fjalë dhe paragjykimet janë realisht të panevojshme. Më bëri mua keq, thjesht
tregovi edukatën e vet si njeri. Unë me edukatën që më ka dhënë familja ime nuk do i flisja kur kështu një njeriu, sidomos kur unë nuk kam informacion. Po edhe sikur të kisha informacion, e të kem mendimin tim, e të them që ata që kanë autizëm janë të këqij, të kështu ma thot mua trurim, prap nuk do ja thosha dikujt. Nuk do bëja dikat të ndihet keq, sepse jam njeri që kam empati. Por jo të gjithë kanë empatin. Prandaj duhet ky kanali me vlogat që bëjmë tematikat që kapëm me podcastet të stërvisim pak edhe empatin ton. Mundohem t'ju flas edhe rikëndej, që mos rikshu edhe të duket kjo pjesa. Do marrësh kutinë e zbukurimeve të krishtlindjeve. Kjo është jotja por që zbrite? Është paltoja ime, po ishin në brenda edhe një palë pantallona, nuk e di çfarë janë. Mirëmëngjes, edhe pse realisht është mirë më drejt. Si mundeni ta kuptoni? Do hiqet pema, ose të paktën do bëhet një fillim, të heqëm topkat, të heqëm njërin, të heqëm tjetrin, avash, pastaj brenda javës mund t'i pastrojmë të gjitha, të shohim si do shkojë, nuk jam shumë e sigurt. Po nëse çdo herë që vjen kjo ora nuk do ta bëj, edhe pse si procedurë është shumë boring. Plus mua më pëlqen shumë pema të shpjejme. Edhe kur e heqim, dilet gjithë ai vendi bosh, duhet të gjej diçka tjetër, ta zvendësoj që të mbushet ai vendi kur ta heq. I sot ta heqësh pemën, është shumë sakt. Ta ndezëm për një herë të fundit. Ndërkohë dje, nuk e fola më sepse erdhi kushëriri Klajdit që të marrë kokoritën, papagallin që kishim këtu. Edhe filloi muhabetet njërin tjetrën atje, harova fare që po bëja vlog. Por, na solli gjëra nga Shqipëria, kështu që hajde t'ju bëj një Albanian unboxing. Okej, tani më thoni, po kjo nuk është një nga dhuratat më të bukura që mund t'ju bëj dikush. Njerëz grosh. E nuk e them me ironi. Bravo burr, bravo. Gango. Më ka sjell edhe Tërhan. Çaj mali, sepse sado që më pëlqejnë çajrat e tjera, sidomos i fundit që morëm, që ishte me lule shtry dhe me beri së njërin tjetër. Prap, kur smurëm preferoj këtë, mbase sepse me këtë jam rritur dhe pinim bashkë me bukë edhe me djathë të bardhë. Paktën të shpjej me kështu bën. Kush më njeh? Çokolata. Sjellën njerëzit nga Shqipëria çokolata kalamajve edhe mua. Duket si portokall, si ngjyrë, po janë limonka. Albania. Tani supozoj që te kjo vinim topat më të vocklat, se tjetra është më e madhe. Juve i keni hequr zbukurimet e vitit të ri, apo i hoqet edhe juve këtë weekend si po bëjmë neve? Apo i mbani deri nga mezi muajit? Unë them pemën ta ishim nga java tjetër që të blejmë atë. Ese, ta fusëm. Kjo është apostafat për pemën, është për organizimin në përgjithësi gjërave të krishtlindjeve, edhe nuk e kam porositur. Po nga ana tjetër them ajo qesja barbar do duhet të futet te kutia, se do marr shumë plur, po ta çojmë si qesë lart. Si përfundovi pema, u zbraz nga lart deri poshtë. Dhe miku gjithë e diela duke marrë me këtë punët. Të fshiva lava, mora të gjitha plurat mirë në të gjitha dhomët e shtëpisë. Tën. Ço do hajmë dar? Nuk më hahet faktikisht. Them të vërtetën na ngrat sapatatina lashna. Po jam akoma mendërisht te ai modi pushimeve. Ndjem që nesër është e hen, edhe se nesër kthehet Klajdi në punë. Nesër ndjem edhe unë që futem te normaliteti. E po vazhdoj pa haca budallalli që vërtet. Vendosëm ta mbyllëm të dielën duke vajtur në kinema. Do shkojmë të shohim një film të ri që ka dalë. Është një aktor italian, Checco Zalone, dhe i pëlqen shumë Klajdit ky aktori. Bën filma komedi. Nuk është tipologjia ime preferuar e komedisë, por it's okay. Të ndroj bijamet këto, domethënë, se bluza nuk është e bijameve, por çfarë vesh? Të vesh tutaj që të jem rehat. Vesh gjithmonë edhe streçe termike, edhe xhupin and we are ready. Edhe me që se po shkojmë atje, ka edhe hodogeto. Do hajmë për dark hodogeto. Do marrëm me popcorn. Edhe nga nesër shpresoj t'i futem rutinës me kokë. Edhe pse kjo nuk ndodh normalisht. I futesh rutinës avash. Marrëm edhe syzet e qorit, sepse për ndryshe për mua fytyrat e njerëzve nuk kanë karakteristika. E ka bërë ndonjëri nga ju atë operacionin me laser për syt, të më thot eksperiencën e vet. Klajdi më thot shkoj ta bëj, por unë nuk kam shumë problem. E prandaj nuk po shkoj ta bëj, se kam edhe frikë. 15 giorni, dove ovviamente non potrà. Mirëmëngjes. Sot e hen edhe unë sapo mbarova stërvitjen. Dita ka filluar në mënyrën perfekte. Po i kthem rutinës, kam vën pak back, kam vën. E shoh, po do e heq. Pas ka dalë edhe dielli, se në mëngjes që erdha ishte errësirë thuajse. Gjithë qielli gri, sa bukur, sa e bukur kjo ndjesia. Tani duhet të shkoj te posta. Kam përgatitur këtu një pako edhe duhet ta çoj. Është plot posta me njerëz, edhe nuk do ri të pres, ju them të drejtën, sepse ka radhë deri janë. Do vi nesër.
Ja u kam thënë që më pëlqen tepër shumë franggishtja, si gjuhë. Desha shumë ta ke mësuar. Do më thuash, nuk është vonë. Mund të fillosh ta mësosh tani. Po, mundem të filloj ta mësoj edhe tani, pse jo? Por nuk dëgjohet shumë bukur. Është shumë romantike. Ata mund të të shajnë, edhe ty barabar të dëgjohet si kompliment. Ndërsa gjermanishtja për shembull, të bëjnë komplimente dëgjohet sikur të shajnë. Shumë gjuhë e rëndë vlla. Erdha te Lidlit se desha të marr lulka të freskëta e paska shumë të bukura sot. Kjo është gota që më duhet mua për të pirë kafe. Kjo do më kënaqte si madhësi. Ka edhe makinë për popcorn. Duhet të kujtoj të ndroj edhe këtë tapetkën. Ku është majmunka ime? Ku është ky majmuni mam? Dushi dan kisha haruar sa shumë energji që më jep palestra. Dhe duhet të vë në vend gjërat që bleva. Mora kështu për lavastoviljen. Mora avokado, edhe speca me ngjyra të ndryshme. Nuk e di, më sjellën në humor të mirë këtë ngjyrkat. Edhe lulkat për të cilat vajta. Kam vënë edhe ujë për makaronat, i cili ka zier. Kam përgatitur edhe sallatën, i kam dhënë edhe lushes ta haj drekën e vet. Sa të bukura që janë lulkat. Ben ftohtë ka? Shumë. Dita e parë punës sot. Si ndihesh? Haj. Kemi filluar. Çfarë bëjmë? Jemi shlollur, kështu që kam energjit. Pa i karkaleci që ti hidhe ta ndekën dhe çarash. Unë fillova të ha burtë se nuk po të prisja dot. Sham palestër, humba energji e tani duhet ta marr. Do rregulloj tani direkt flokët, sepse për ndryshe duken shumë keq. Edhe më mjafton lëkura ime në këtë periudhë që të më bëj të ndjem keq. Nuk dua. Ne kemi edhe peshën e flokut. Le drejtoj se është shumë e shpejtë si procedurë se sa të rrit beka çurela tani. Tara dua të pres flokët, dua të shkurtoj bajluket. Dhe nice, dhe kaq të gjata. Por më mungon kur janë të shkurtra dhe duken si bangs. Στο πρόγραμμα κάθε Κυριακή μέχρι και το μεσημέρι. Kam këto termosifonët, janë ndezur gjithë ditën. Lava pak e banjën, palosa edhe disa rroba. Akoma nuk kam porositur ata çantën për të futur pemën, por është pasdite. Edhe po përgatis my new favorite snack. Dua mos hajt shumë çokoladë sa ha. Ta haj gjëra të tjera që të hiqen nga kjo faza e çokoladës. Kam marrë që thoni moll, e kam prerë copka, i hodha si për mjalt, e tani po i hedh edhe kanellë. Nuk e di pse se kisha menduar më përpara. Unë nuk e kam menduar këtë, diku e kam parë, po se diku e kam parë. Edhe duket disi kështu. Duhet të shkojmë edhe në supermarket, shtëpia është thuajse bosh, shumë e mirë. Shfiksimi i miradës, do e haj edhe këtë, derisa mos mundem ta shoh më parasyve. Vajtëm edhe në supermarket. Nuk ju bora se është ai xhaxhi që më thret kur më shef me kamerën. Kjo korniza kur mendoni që do vjet në mur. Sa kohë do na marr? Do të vendosim të vëmë një tek pull vide në mur e ta varr. Do dikush të mos harroj se funksionon truri i burrave. Do me them logjika e tyre çfarë ju thot. Se burri im nuk ka shumë mirë. Sot të qese në supermarketit e vuri sipër te bankoja e kuzhinës. Ndërkohë të qese në supermarketit e la edhe në mes të rrugës që parë, te parkimi. I thash, ç'të thot truri? Nuk e kupton që ne këtu gatuam me pjatat që hajm. Pse e le qesen aty lart? Ler poshtë në tokë qesen. Mora popcorn, mish të grirë për qoftka. Aja, ky ishte i hapur, a është hapur brenda te qesi, apo ishte i hapur ky? Are unë kurse mora nuk besoj se ishte i hapur. Kam një salcë të markës Heinz që më pëlqen shumë, e shoqëroj kur bëj pulën e patat. Po nuk po e gjej këto kohë. Edhe mora këtë ta provoj. Sot burger sipër. Edhe ajo tjetra burger thoshte, po ishte ndryshe në pamje. Pastraveca, buk tosti, parmigiano, do qoftet që këto dua të bëj për darkë me oriz, mortadella me pistachio. Këtë salcën cacio e pepe, djath për tost, qumshi, tjetër buk, se njëra është e lushes, tjetra është e klajdit, banane, po granola, që t'i bëj në mëngjes me kos. Por nuk ishte fare kos faje sot, kishte vetëm këtë, që thot beef free faje dhe është pa laktoz. Po ishte shumë e shtrenjtë, kështu që mora vetëm një që tha nesër në mëngjes, e pastaj nesër të shkoj të shoh po kam bërë furnizimin. Moll për fiksimin tim të mollëve që ju thash, domate për qoftkat, mora edhe baziliko, që është një erz tjetër, atë gentile për robat. Kjo ishte supermarket Holly Jon. Plus ushqimet e Milos, edhe për të gjitha këto që nuk janë shumë, nuk është kush e di çfarë, paguam 76 euro. Çmimet e supermarketit kanë vajtur në tjetër nivel. Plus nuk gjeta mi shpule që desha. You fail.